Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju përshëndes me paqen e Krishtit dhe ju uroj mirëseardhje në një tjetër takim të rubrikës Thesaret e Kishës, ju flet domështiefni. Në çdo takim zbulojmë kuptimin e gjesteve dhe shenjave të liturgjisë. Sot do të flasim për një gjest që e bëjmë pothuajse në çdo mesh, por ndoshta pa menduar shumë për domethënien kuptimin e tij. Përse qëndrojmë në këmbë gjatë pjesëve të caktuara të meshës? Ndoshta dikush do të thoshte sepse kështu e kërkon rregulli. Është e vërtetë që liturgjia ka normat e saj, por ato nuk janë vendosur rastësisht. Pas çdo gjesti liturgjik fshihet një kuptim i thellë shpirtëror. Në Bibël, qëndrimi në këmbë është shenjë respekti, gatishmërie dhe dinjiteti. Kur mbërrin një person i rëndësishëm, ne ngrihemi në këmbë. Kur e dëgjojmë himnin kombëtar, qëndrojmë në këmbë. Kur një gjykatës hyn në sallën e gjyqit, gjithë ngrihen. Pse? Sepse qëndrimi në këmbë është një mënyrë për të treguar respekt, nderim. Po kështu edhe në liturgji, kur ngrihemi në këmbë gjatë meshës, ne po themi me trupin ton: o Zot, ti je i pranishëm, po të dëgjoj me respekt dhe jam gati të të ndjek. Traditën e lashtë të kishës të krishterët luteshin shpesh në këmbë, sidomos të dielave dhe gjatë kohës pashkve. Përse? Sepse qëndrimi në këmbë ishte shenjë e ringjalljes. I krishteri nuk është një njeri i mundur nga vdekja. Ai është ngritur me Krishtin. Prandaj qëndrimi në këmbë e shpreh gëzimin dhe shpresën e bijve të hyjit. Kjo është arsyeja pse kisha na fton të qëndrojmë në këmbë në momente të caktuara të meshës. Në fillim të kremtimit, kur hyn procesioni, ne ngrihemi për të pritur Krishtin që e mbledh popullin e tij. Ngrihemi gjatë shpalljes së Ungjillit. Përse? Sepse nuk po dëgjojmë thjesht një lexim, është vetë Jezusi që na flet nëpërmjet fjalës së tij. Prandaj qëndrojmë në këmbë me respekt, ashtu si dishepujt e dëgjonin mësuesin. Qëndrojmë në këmbë edhe gjatë besojmës, kredos. Në atë çast shpallim publikisht fen ton. Është si një dëshmi para botës. Po, unë besoj në hyjin, atë, në birin dhe në shpirtin shenjtë. Po kështu qëndrojmë në këmbë gjatë lutjes së besimtarëve, sepse lutemi si populli hyjit të bashkuar para atit. Edhe në fund të meshës qëndrojmë në këmbë për të marrë bekimin. Është një mënyrë për të treguar se jemi gati të dalim në botë si dëshmitar të Krishtit. Megjithatë, është mirë të kujtojmë se liturgjia nuk është vetëm çështje qëndrimesh të jashtme. Nuk mjafton të rrim në këmbë me trup nëse zemra jonë është larg Zotit. Qëndrimi ynë i jashtëm duhet të pasqyroj atë që ndodh brenda nesh. Kur ngrihemi në këmbë, zemra jonë duhet të jetë e zgjuar. Mendja jonë duhet të jetë e përqendruar. Shpirti ynë duhet të jetë i gatshëm për ta dëgjuar dhe për ta ndjekur Krishtin. Sigurisht, kisha e kupton se jo të gjithë kanë mundësi fizike të qëndrojnë gjatë në këmbë. Të moshuarit dhe të sëmurët nuk duhet të shqetësohen. Hyj nuk i mat minutat që i kemi kaluar në këmbë, por dashurinë me të cilën marrim pjesë në meshë. Megjithatë, kush ka mundësi, le ta jetoj këtë gjest me vetdije dhe përkushtim. Herën tjetër kur meshtarit ju ftoi të ngriheni në këmbë, sidomos kur thot të lutemi, mos e bëni vetëm nga zakoni, mendoni për atë që po shprehni. Thuajeni në zemër: o Zot, jam këtu, dua të të dëgjoj, dua të të ndjek, dua ta jetoj fjalën tënde. Atëherë, edhe një gjest i thjesht do të bëhet një lutje e bukur. Le ta përfundojmë me një lutje. O Jezus, ti na thret të jemi dishepujt e tu dhe të ecim pas teje me besim. Na jep një zemër gjithmonë të gatshme për ta dëgjuar fjalën tënde dhe për ta vënë atë në jetë. Bëj që sa herë të ngrihemi në këmbë,
gjatë meshës së shenjtë. Të kujtojmë se jemi populli yt, i thirrur të jetojë ndritën e ringjalljes. Forcoje fen ton, që jo vetëm trupi ynë, por dhe zemra jonë të jetë gjithmonë e kthyer drejt Teje. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Faleminderit që ishit me ne në rubrikën Thesaret e Kishës. Deri në takimin ton të ardhshëm, le të kujtojmë se çdo gjest në liturgji është një gjuhë e fesë. Kur ngrihemi në këmbë para Zotit, shpallim se jemi bijtë e Tij, të thirrur të ecim me Krishtin drejt jetës së pasosur. Zoti ju bekoft.